Në përpjekje për të pasuruar ofertën turistike dhe për të promovuar trashëgiminë kulturore, sitet dhe parqet arkeologjike në Shqipëri kanë nisur zgjatjen e fashës orare për vizitorët gjatë sezonit turistik. Ky është një hap i rëndësishëm në përballimin e fluksit të turistëve që vit pas viti po rritet, duke mundësuar një eksperiencë më të mirë për ta dhe duke promovuar më tej vlerat historike dhe kulturore të vendit tonë. Ne po përgatitemi për një sezon turistik me më tepër turist, duke ju referuar statistikave të vjetshme dhe duke i parë dhe tipologjitë e siteve të trashëgimisë kulturore, të cilat janë vizituar më shumë, hyn patjetër Butrinti, hyn Kalaja Gjirokastrës, patjetër ndër muzeet është Muzeu i Krujës. Oraret këtë vit, siç është lançuar, janë edhe orari 9 e mëngjesit me orën 7 mbasdite, përveç edhe disa sajteve të cilat ne kemi bërë një orar të kombinuar, edhe sepse janë sajte që vizitohen në periudhën e verës kryesisht, të cilat kanë një fashë orare pak më të zgjatur, por ndoshta edhe një hapësirë pushimi në drekë, pasi sigurisht duke qenë dhe zona bregdetare frekuentohen më tepër në oraret e paradites dhe pasdites. Për të mundësuar një shërbim të plotë gjatë orëve të shtuara të hapjes, kërkohet edhe një numër i shtuar punonjësish të angazhuar në site. Ndaj, institucionet përkatëse e ftojnë sidomos të rinjt të bëhen pjesë e thirrjeve për punësim sezonal. Patjetër që menjëherë me hapjen edhe të sezonit veror do ketë edhe një forcë të shtuar patjetër edhe në punonjës, në site, në kalat, në parqe dhe në muze, të cilat do kenë një fluks më të shumtë të vizitorëve. Dhe patjetër pritet që edhe këto sajte pra të kenë të bashkohen dhe aktivitete të ndryshme si me shkollat, si me aktivitete të cilat mund t'i gjenerojnë vetë parqet për të ofruar një shërbim shtesë dhe për turistët. Mund të bashkojmë pse jo dhe student ose në rastin konkret dhe të rinj që kanë nevojë dhe pse jo të njihen më tepër me pjesën e trashëgimisë. Organizimi i sezonit veror do të sjellë një tjetër dimension në përvojën e turizmit kulturor.